Aktualisht, ai dje tha kështu, qeveria shqiptare ka rënë, ka mbaruar. Mos paguani asnjë cent, tha më taksa në shretutje. Dje provuan të bëni një trazir, një destabilizim. Për 10 minuta, i tha profesor Pilinci, në qoftë se nuk e do vita aq veti, tha, e hoqin me vrap, u tërhoqin si qëmbirqënash. Nuk ka mbajti që ta mbanin sheshin bllokuar. Ja kaq trima janë. Prandaj të them që këta e din që do ikin, dhe dje bën një tentativë të pështirë tipike komuniste për të krijuar destabilizim. Atë që po bëjnë kabalistët në Kaliforni. Të njëjtën gjë duan të bëjnë dhe këta. Po nuk do të eci. Mendojnë se mund të bëjnë trazira në Shqipëri, ka vdekur koha e trazirave në Shqipëri. Ka gjetur Gurivëndin këtu. Profesor Pilinci e tha pastër fare, merren shikojnë intervistën e tij nëse e keni të regjistruar, dhe po e keni, ju lutem ma dërgoni dhe mua ta kem në videotekën time, dhe tha, ushtria amerikane thash në kryeministri, në presidencë, në ministri, në bashki, në komuna, në çdo lagje, në çdo institucion. Dhe televizit po u mbajti, dakord. Avokat, është thënë që nga ju dhe nga disa, po themi, përfaqësues të Partisë Shpresa që nuk do mbahen zgjedhjet me 11 maj. Faktikisht zgjedhjet me 11 maj u mbajtën. Ato bën një fars dhe nuk janë zgjedhje. Se nuk mund të quhesh zgjedhje të rregullt aty në një popullsi 900.000 banor që të votojë 10% e popullsisë dhe të marrësh 83 deputet. Kush e ha këto? Kush e ha këto? Zgjedhje të këtilla bën vetëm Pol Poti në Kambodja. Ata bëni zgjedhje të këtilla. Dhe këta polpotistë janë kriminal. Ora këta janë kriminal, këta për pushtet vrasin këndore. Janë pasazhet e Enverit, e të Mehmetit, e të Kadri Azbiut këta. Por nuk u shkon më sepse janë kapur për fyti. Këta janë një gjarë për gjëmë, shikom që mos do t'i gazetar. Këta janë një gjarë për i cili ishtë kapur për fyti nga forcat përparimtare botërore, me qendër në Amerikë, janë kapur për fyti dhe nuk lëvizin dot. Dhe vinë vërdall, lëvizin vetëm bishtin tani, se s'kanë që bëjnë më. Avokat, kur është, po themi, afati që do shikojmë që qeveria teknike të futet në përzyrat e shtetit dhe të filloj punën? Për këtë do t'ju lutesha, t'ja drejtoni pyetjen kryetarit Partisë Shpresa Demokrate, sepse ai është personi që ka gjithë programin e ardhshëm, qoftë për qeverinë teknike, qoftë për gjithçka. E ka ai. Çfarë vendime shumë morën ditën e djeshme? Nuk jeni të privuar, nuk jeni të ndaluar, s'u pengon kush që të shkoni në zyrat e zotit Pilinci dhe t'i bëni një intervistë dhe t'i thoni, ne duam të dim, ishit në protest, duam të dim tani çfarë veprime të mëtejshme do bëhen nga partia juaj në vendosjen e qeverisë teknike në pushtet, se ai e tha dje pastërtisht, fare qartësisht e tha. Qeveria teknike do vi, por nuk do vjen në atë ministri, në atë kryeministri, tha që do kthehet në banjo popullore për qytetarë shqiptarë, se aq krime ka bërë. Pra do ndërtojnë godina 3, apo? Jo, ka sa duash godina, s'ka nevojë, tani diskutojmë godinat apo diskutojmë marrjen e funksioneve shtetërore. Ne tani po diskutojmë për funksionin shtetërore, se po që për godina mund vi të marrë dhe këtu 5 hyrje. Jo. Funksioni shtetëror do t'i marrë edhe popullit brëm, i dha autorizimin, se ishit atje, dhe i dha autorizimin profesor Pilinci dhe i tha, brenda një muaj e duam qeverinë teknike në pushtet, dhe ai do t'a bëj këtë, siç i ka bërë deri tani. E pa mirë ajo kryetari e bashkisë dje se sa trime që. E pa mirë ajo kryetari e policisë bashkiake se sa trimëresh që. Se ato vë ky, dhe të dyjave u tha, ju njoh mirë, i tha dhe të parës dhe të dytës, dhe dhe numrat e tyre të telefonave. Avokat, çfarë vendimesh të rëndësishme morën në mbrëmjen e djeshme? Nga populli? Populli dha lejen, urdhrin, dëshirën, ultimatumin që brenda një muaji qeveria teknike të marrë pushtetin. Ky është vendimi. Avokat, me marrjen e pushtetit, a mendoni që do ketë rezistencë nga
bizneset, nga po themi partitë politike që janë në pushtet tani, që këta ta marrin pushtetin. Çfarë rezistencë mund të ketë bizneset? Për bizneset po kuptoj. Rezistencë këta duan të bëjnë rezistencë, të mbajnë në fuqi ligjin 7501 dhe të ruajnë pronat që kanë vjedhur. Do të merren atë se çfarë do bën qartësisht, që tha zoti Pilinçi dje. Më pastër dhe më qartë s'kish ku të shkonte më. Do të merren, tha, 1.200.000 nuk e di se sa tha 1.200.000, nuk e di, apartamente, pallate, resorte, prona të ndërtuara me djersë dhe me gjakun e popullit. Dhe në një kohë tha që nëna shqiptare rri në derë të shtëpisë se nuk ka kushtivej që t'i jap një gotë ujë. Gjendja është më alarmante, s'ka ku të shkoj më. Unë do të lutesha juve, ju bëni çdo doni, keni politikën tuaj editoriale, por fjalën e profesor Pilinçit ditën e djeshme ju duhet t'ia transmetoni popullit. Nëse s'kini ideu censur, nëse nuk u ndalojnë. Unë jam katërcipërisht i pastër dhe konkret. Transmetojni fjalën e profesor Pilinçit, ta marrë vesh populli se çfarë do bëhet e të përgatitet. Avokat, si shikoni Partinë Demokratike? E mbaruar, partia janë mbeturinat e Partisë Komuniste të Shqipërisë, mos më thoni më për të mos më pyesni. Nëse ikën Berisha, mund të ketë reformë? Jo, s'ka kush ta bëj. Se nuk është parti. E di cila është reforma, do vinë të tërë shqiptarët, demokratët e ndershëm, po u bëjthire, kam thënë njërë tjetër nga mediat tuaja, po u bëjthire prapë demokratëve të ndershëm. Hajdeni dhe grumbullohuni dhe mblidhuni rreth Partisë Shpresa Demokrate, që është për heqjen e ligjit 7501, për kthimin e pronave, për shpronësimin e hajdutëve komunist dhe për vendosjen e nivelit jetik normal, të ndershëm dhe të respektueshëm për popullin shqiptar, për të gjitha shtresat, qoftë për arsimin, pensionistët, policinë, të jetojnë si njerëz. Në janë për këtë demokratët e ndershëm të vinë aty, në janë për të lëpirë kockat që u hedh Salihu, edhe që ka hedhur deri mësot, dhe që mendojnë se me që kanë bërë nga një biznes, në një pik karburanti apo ndo një restorant, ta kenë mendje të fjetur që në qoftë se ato biznese janë bërë pa gjetur origjinën e parave, do të merren dhe demokratëve, pa përjashtim. Kaq. Pra ju po thoni që këtu t'jetë vetëm një parti, dhe Partia Demokratike dhe PS-et shuhen fare. Dëgjoj, ato dy parti nuk janë opozit, ato janë parti komuniste, komunistët janë hequr me ligj nga Shqipëria. Parti po dhe dalë cila parti që të dojë me program kombëtar, konkurus për aleancën, për partinë Shpresa Demokrate, të dalën ta konkurojnë. Jemi për konkurrencë lirë, jemi për demokraci dhe jemi për një Shqipëri demokratike dhe për një Shqipëri zonjë në botë dhe në Europë.